pak në bashkëpunim me policinë e shtetit, kryen një operacion të gjerë antidroge pastrimi parash, ku lëshuan 20 masa sigurie, 15 arrest me burg dhe 5 arrest shtëpie. Pjesë e këtij operacioni të rëndësishëm, në kuadër të cilit janë lëshuar edhe masat e sigurisë, janë edhe biznesmen të njohur si Orest Sota, Artur Shehu apo Ilir Shtufi, të cilët dyshohet se janë jashtë vendit. Ndaj dhe tashmë janë shpallur në kërkim për përfshirje në pastrimin e parave të grupit kriminal, kryesisht përmes ndërtimit. Artur Shehu njihet si një nga pronarët kryesor të tokave në Zvërnec, ku planifikohet ndërtimi i një resorti luksoz. Ndërkohë Sota dhe Shtufi kanë qenë më herët të lidhur me hetime të tjera për çështje të ndryshme ekonomike dhe tender publik. Në njoftimin mbi këtë operacion të rëndësishëm, SPAK bëri me dije se janë sekuestruar 138 milion euro. Policia e shtetit po heton intensivisht zhdukjen e 34 vjeçarit e Gland Koçi, për të cilën si i dyshuar kryesor është shpallur në kërkim miku i tij Armand Shakaj. Sipas hetimeve, Shakaj dyshohet se ka përdorur një karrotrec për të transportuar automjetin e tij drejt zonës së Ibës, me qëllim shmangjen e kontrolleve dhe fshehjen e gjurmëve të ngjarjes. Automjeti dyshohet se mund të jetë përdorur edhe për zhvendosjen e trupit të viktimës, ndërsa ngjarja mendohet të ketë ndodhur më 6 qershor. Verifikimet e kamerave të sigurisë kanë ngritur dyshime se trupi mund të ketë qëndruar në automjet për rreth një ditë e gjysmë, sa kontaktet e fundit të 34 vjeçarit me familjarët datojnë më 4 qershor. Drejtuesi i karrotrecit është marrë në pyetje dhe ka deklaruar se ka transportuar makinën drejt një servisi në Ib, duke thënë se nuk kishte dieni për atë që ndodhej brenda saj. Hetuesit kanë konstatuar edhe gjurmë të dyshuara baruti në ambientet ku mendohet të jetë mbajtur Koçi, ndërsa janë në pritje të analizave laboratorike që pritet të sqarojnë rrethanat. Ndërkohë policia vijon kërkimet në Tiranë, Elbasan dhe Librazh, si edhe përpjekjet për lokalizimin dhe arrestimin e Shakajt, i cili dyshohet se ka ndryshuar disa herë numrin e telefonit për t'u shmangur gjurmëmet. Kreu i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar sot një inspektim në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me fokus verifikimin e kushteve të sigurisë dhe forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve ligjzbatuese. Gjatë vizitës Hita u shoqërua nga kryetari në detyrë i gjykatës së posaçme gjyqtari Erion Bani, ku diskutuan mbi standardet e sigurisë fizike dhe funksionale të ambienteve të gjykatës së posaçme, si edhe masat për rritjen e mbrojtjes së proceseve gjyqësore sensitive. Ky inspektim është pjesë e monitorimit vazhdueshëm të institucioneve të drejtësisë me qëllim garantimin e sigurisë dhe rritjen e koordinimit me strukturave të rendit dhe drejtësisë. Në burgun e Durrësit janë shtuar kontrollet ndaj familjarëve që hynë për takime me të dënuarit. Ditën e sotme u zbulua një tjetër tentativë për futjen e sendeve të ndaluara. Gjatë një kontrolli fizik dhe me skaner, autoritetet konstatuan një aparat celular të fshehur në xhaketën e një shtetaseje, e cila po shkonte për të takuar djalin e saj, Alfred Bala, që ndodhet i dënuar në godinën A të burgut të Durrësit. Menjëherë pas konstatimit janë hartuar procedurat dhe është njoftuar Agjencia e Mbikëqyrjes së Sistemit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për vijimin e veprimeve ligjore. Rasti po hetohet për të përcaktuar rrethanat e plota dhe nëse ka pasur bashkëpunim apo tentativë të qëllimshme për futjen e pajisjes në ambientet e sigurisë së lartë. Policia e Tiranës ka arrestuar në flagrancë një 23 vjeçar të dyshuar për tentativë grabitje në zonën e Shkozës në një subjekt për transfer parashe këmbim valutor. Sipas njoftimit zyrtar, i riu i identifikuar si Kledi Ymeri dyshohet se ka hyrë në ambientet e subjektit dhe ka tentuar të marrë para në kërcënimin e një sendi që dukej si armë zjarri, por që më pas rezultoi të ishte plastike. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë ndërhyn në kohë dhe bën të mundur neutralizimin dhe arrestimin e tij në flagrancë. Gjatë kontrolleve në zonë u sekuestrua edhe objekti i përdorur për kërcënim. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe veprimeve të dyshuarit. Policia e Tiranës ka goditur një rast të dyshuar prostitucioni në kuadër të operacionit Flats, ku zbuluan 3 apartamente të marra me qira që dyshohet se përdoreshin për këtë veprimtari të paligjshme. Sipas hetimeve, ambientet ndodheshin në rrugën e Elbasanit dhe në rrugën Vangjush Furxhi në Tiranë. Në to u arrestuan 3 shtetase të huaja, 2 me shtetësi kineze dhe 1 me shtetësi vietnameze të moshave 39 deri 43 vjeç. Policia thotë se 2 prej tyre kishin marrë me qira apartamente në rrugën e Elbasanit, ndërsa tjetra në zonën tjetër të kryeqytetit dhe dyshohet se hapësirat përdoreshin për ushtrimin e prostitucionit. Në vijim të operacionit janë proceduar edhe 2 shtetas të tjerë në gjendje të lirë, ndërsa janë sekuestruar telefona celular me komunikime që lidhen me aktivitetin e dyshuar.
Policia e Dibrës ka arrestuar një 43 vjeçar nga Tirana i dyshuar për kultivimin e rreth 300 bimëve kanabis në një zonë të pyllëzuar në fshatin Guri i Zi. Sipas njoftimit zyrtar, ai u kap në flagrancë gjatë një operacioni të organizuar pas informacioneve operative, ndërsa ruante parcelën i armatosur me një pushkë dhe disa fishek. Policia ka sekuestruar armën dhe ka zgjesuar pjesën më të madhe të bimëve narkotike. Në vend ngjarje u gjetën dhe u shkatruan rreth 300 bimë kanabisativa, ndërsa një pjesë u mor për ekspertim laboratorik. Në vijim të hetimeve është proceduar penalisht edhe kryetari i fshatit Guri i Zi, i dyshuar për shpërdorim detyre për mos parandalimin e aktivitetit të paligjshëm në zonë. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rrjetit të mundshëm të përfshirë në kultivim dhe ruajtje të lëndëve narkotike. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokon mbi 5 ton turshi. AKU konfirmon se 4 monstra produkte shturshi kanë rezultuar jashtë standardeve të sigurisë ushqimore pas analizave laboratorike të kryera në Itali. Nga 38 monstra të dërguara për analizë, 37 janë testuar, ku 4 prej tyre kanë shfaqur probleme, 2 me nivele të larta të metaleve të rënda dhe 2 të tjera me mbajtje pesticidesh të ndaluara. Produktet problematike përfshin kastravec turshi me origjinë nga Turqia, sallatë të përzier nga Maqedonia e Veriut dhe një produkt perimesh turshi nga Elbasan. Në total janë bllokuar mbi 5 ton produkte dhe janë vendosur masa administrative ndaj subjekteve përkatëse. AKU thekson se pjesa më e madhe e produkteve shqiptare kanë kaluar testet e sigurisë, ndërsa shumica e problematikave lidhen me importet. Autoritetet doganore të Turqisë kanë sekuestruar mbi 1 ton lëndë narkotike në pikën kufitare të Ipsalës, pranë kufirit me Greqinë, gjatë një kontrolli në një kamion të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge. Sipas Ministrisë Turke të Tregtisë, droga ka vlerën e 55 milion eurove dhe përbëhej kryesisht nga metamfetamin, heroin dhe opiumi pa përpunuar. Kamioni dyshohet se kishte hyrë në Turqi nga Irani, ndërsa autoritetet turke po hetojnë rrjetin e mundshëm të trafikut dhe destinacionin përfundimtar të ngarkesës. Operacioni vjen në kuadër të intensifikimit të luftës kundër narkotikëve në Turqi, ku vetëm gjatë vitit 2025 janë konfiskuar 10 ton drogë në operacione të ndryshme antidrogë. Sipas raportimeve të mediave turke, një operacion i gjerë antidrog në Stamboll ka çuar në shoqërimin e 22 personave në kuadër të një hetimi të drejtuar nga zyra e prokurorit të Stambollit, lidhur me dyshime për trafikim dhe përdorim të lëndëve narkotike. Operacioni është zhvilluar nga policia e Stambollit në disa zona të qytetit në orët e para të mëngjesit, duke përfshirë figura të njohura të ekranit, muzikës dhe rrjeteve sociale. Me semrave të përmendur nga media turke figurojnë aktoria e njohur Beren Saat, këngëtari Kenan Doglu, si edhe disa moderatorë e influencer të njohur në Turqi. Megjithatë, autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje zyrtare të plota mbi akuzat ndaj secilit person dhe nuk është konfirmuar publikisht shkalla e përfshirjes së tyre. Ngjarja ka shkaktuar jehon të madhe në media turke dhe ndërkombëtare për shkak të numrit të figurave publike të përfshira në raportime, ndërsa çështja mbetet ende në zhvillim. Autoritetet amerikane kanë rritur masat e sigurisë për Kupën e Botës pas pretendimeve të grupit haker pro-iranian Handala, i cili ka deklaruar se ka kompromentuar sistemet të dronëve të përdorur nga FBI dhe ka paralajmëruar për veprime të mundshme gjatë turneut. Sipas raportimeve, grupi pretendon se ka pasur akses për muaj të tërë në të dhënat të dronëve të përdorur për mbikëqyrje dhe operacione kundër terrorizmit. Ata kanë publikuar edhe mesazhe kërcënuese indirekte, duke sugjeruar se dronët mund të përdoren për të synuar ekipe ose autobus gjatë turneut. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar nga autoritetet amerikane. Hetimet vijojnë ndërsa ekspertët e sigurisë kanë vënë në dyshim autenticitetin e disa materialeve të publikuara, duke përfshirë video që sipas analizave mund të jenë të krijuara për qëllime demonstrimi apo marketingu dhe jo prova reale të një sulmi. Në të njëjtën kohë, SBA ka vendosur masa të shtuara sigurie për stadiumet, përfshirë ndalimin e fluturimeve me dron dhe përdorimin e teknologjisë mbikëqyrjes ajrore për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm gjatë ndeshjeve.